e dini prej nga janë kompaninë, kush janë pronorët e tyre. Se nuk ju tregoj kërkosh për këtë kompaninë me shtetas serb. Muamer Ragipović, kush është? A e njihni ju? Jo, se një. E kam kontratën të përpara dhe këto thuhet që Naseri ja ka blej Ragipovicit komplet aksionet për 3.000 euro. Ju se keni di? Jo, nuk e di për hetar, për ndëgjej për teje. Shumë mirë që ke bo gazetari hulumtuse dhe hulumtën. Po jo doni më siguru, kujt pja jep një kontratë. Ministri me që thatë, jo e keni nënshkru një kontratë ku pjesë soj ka qenë një biznes që pronorën e ka në shtetësi serbe. I ka 4 punëtor kompania tjetër në Beograd që e ka. A duhet me njëftu kur ndrohet pronësia e qësoj kontrata? A është i obliguar me njëftu ministrinë? Nuk kam informacion. Këto pyetje dhe thot ta kryen për shtypje si kur jetu ju drejtu një shërbimit inteligjencës. Dhe 50 herë pyetëm, unë nuk e një asë njën e beti në zërtarëve. Albin Kurti nuk e ka ditë po jo mëse nuk që fabrika e cila është ndërtuar në Drenas, prej taksapaguesve të Kosovës, ka me marrë një biznes që Selin e ka. Se ka marrë një shkje religjore. Naser Maluk, nuk e di, dëgjën. Po jo, më nuk e as ide nuk e kam. Ju e dini kush është Branislav Nikolić? Jo, nuk e di unë as kush është Branislav Nikolić. I pronorët kompanisë që e kanë fituar. Po jo, dëgjoj, nuk merrem me kompani. Agjallar këto ka individ. Ne ku bëhet primin ma thjesht mendshëm. Në historia biznesit e ku kështu.